Pse emigrantët shqiptarë shesin apartamentet e tyre në Tiranë më lirë se sa është çmimi i tregut? Kur një emigrant vendos të shesë apartamentin në Tiranë, kontakton fillimisht me 1 nga 4 personate më sipër. I pari është qeraxhiu i cili ka vite qëri me qera të ulët tek ajo pronë dhe sërish do një çmim të ulët sepse ju njiheni prej kohësh. I dyti është një kushëri që është holl nga ekonomia, por meqense ju jeni rritur bashkë edhe ky do një çmim të lirë. I treti është komshiu që ka martuar djalin, edhe ky meqense keni qenë komshi do një çmim të lirë. I katërti është dyqanxhiu tek ati parë që e ble lirë pronën tënde e rregullon dhe më pas e nxjerr në treg për një çmim më të lartë. Pra, i detyruar nga marrëdhëniet e mëparshme, emigranti e shet apartamentin e vet më lirë se sa është çmimi i tregut. Por ka një zgjidhje për këtë situatë. Ti si emigrant i mençur kontakton fillimisht me zyrën tonë. Ne t'japim një vlerë tregu për pronën, një çmim tregu për pronën dhe ti fillimisht mund t'ia ofrosh këtyre personave dhe i thua, për këtë çmim mund ta blesh ti i pari. Nëse ata nuk e blejnë për këtë çmim sepse kanë menduar një çmim më të ulët, ti rikontakton me ne dhe ne e marketojmë pronën tënde në treg në mënyrë që të gjejmë një blerës i cili është gati të paguajë çmim tregu për pronën tënde dhe ti të fitosh 10-15 deri në 20.000 euro më shumë. Kështu që si emigrant shqiptar që të ka ardhur faza e jetës për të shitur apartamentin në Tiranë se tani do blesh një shtëpi të parë në vendet perëndimore, apo do blesh shtëpi të dytë për investim, punët e tua, kontakto menjëherë me zyrën tonë që t'japim çmimin real të pronës tënde dhe më pas ofroja fillimisht tyre të njohurve, nëse ata nuk e blejnë, ne dalim në treg dhe gjejmë blerësin e dur për pronën tënde. Telefono menjëherë dhe mëso vlerën reale të pronës që ti ke fituar me shumë mund. Presim telefonatën tënde.